Fundi i marsit dhe fillimi i muajit prill shënojnë periudhën më të kopshme gjatë vitit 2025 në Kosovë. Për 11 ditë u vran 5 persona. Familja Zymeri u trondit mbrëmjen e 23 marsit. Djali i familjes Arditi, 19 vjeç, u vran në vushtri nga Landi Brani. Zona ku u krye krimi është mjaft e frekuentuar. S'kem pas me kërkan. Dibrani u arrestua nga policia po atë mbrëmje. I njëjti edhe ka pranuar se ka shkrepur armën në drejtim të 19 vjeçarit. Ai vazhdon të jetë në paraburgim me akuzat për veprat vrasje e rëndë dhe posedim të paautorizuar të armëve. Pa kaluar 24 orë nga kjo tragjedi, të shtënat u dëgjuan sërish në vushtri. Këto qenë fatale për 2 viktima në Stanoc. Dorasi, 58 vjeç, pasi qelloi një grua 42 vjeçare, vrau edhe veten. AMQ pronari një furrë buke ku e ndjera kishte punuar. Viktima e 4 në këtë seri të përgjakshme u regjistrua më 25 mars. Këtë herë PS-i 62 vjeçari Naser Gashi, pasi 2 persona të maskuar, u futën në një lokal ku po luaj me letra në Prishtinë. Ai nuk ishte caki për plasje së armatosur. Vrasjet e një pas njëshme alarmuan edhe institucionet. Ftoj organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazve. Megjithatë, Kosova sërish nuk gjeti qetësi. Viktima e radhës qenë një zyrtar policor. Rreshteri Muhamet Lika u vran mbrëmjen e 1 prillit në hyrje të banesës në Kaçanik. Lika u bë polici 24 i vrarë që nga shtatori i vitit 2001. Hetimet në fillim nuk prodhuan arrestime, ndonë se kishte prova se 2 persona ishin larguar nga vendi i ngjarjes. Ne nuk kemi persona të arrestuar. 20 ditë pas vrasjes, policët special shkuan herët në Kaçanik për të bastisur disa lokacione, kryesori që një dyqan fetar. Atë hënë policia arrestoi 7 persona lidhur me vrasjen e rreshterit. I dyshuari kryesor qenë një 18 vjeçar, i cili në natën e vrasjes kishte 17 vjet. Motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i policisë së Kosovës. Sipas komunikatës së gjykatës themelore, kur pat vendosur masën e paraburgimit, 17 vjeçari pasi kreu krimin, kishte marrë lëvdat për njërin nga të rriturit e përfshirë. Persona dyshim që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë të arrestuar të rastet e mëshme që lidhen me pamfletje dhe po ashtu në djegjen e gjykatës në Kaçanik. Një rast tjetër që mori vëmendje që vdekja e një 27 vjeçari në lipjan në duar të policëve pas arrestimit. Për 5 zyrtarët policor, gjykata themelore pa caktuar masën e paraburgimit, ndonë se rasti një herë që kthyer në rivendosje nga apeli. Këta akuzohen për vrasje nga pakujdesia. Në Lipjan pati lajme të hidhura edhe në gusht. Kufoma e Enver Bajraktarit u gjetë varrosur në një arë të mbjellë me misër në fshatin Bajic. 8 ditë më vonë TK u arrestua pas kontrolleve të kryera në fshatin ku ndodhi vrasja. Vendimi i gjykatës për masën e paraburgimit ndaj të akuzuarit përmend se Enver Bajraktari është vrarë teksa ishte në livadhet e fshatit me bakti. Para se të ngufatet, ai goditet me mjete të forta në trup dhe në kokë. Më pas Bajraktari varroset 1 metër nën tokë. Sipas vendimit, më pas gropa u mbulua me dhe aty u rivendosën rënjet e misrit. Prokuroria themelore në Prishtinë ka deklaruar se i akuzuari ka pranuar se ka kryer vrasjen. Policia ka ofruar të dhëna zyrtare vetëm për periudhën janar-gusht, ku ka ndodhur 12 vrasje, ndërsa sipas raportimeve, së paku edhe 5 të tjera ndodhen në muajt pasues. Në baza vjetore, policia shkatron qindra armë. Sidoqoftë, të dhënat zyrtare tregojnë për më shumë se 200.000 armë ilegale që qarkullojnë në të zezë brenda territorit të Republikës. Një raport të Institutit të Kosovës për drejtësi që i dedikohet periudhës 2022-2024 tregon se në shumicën ndërmuese të rasteve persona të cilëve u kapet arma pa leje u shqiptohet gjobë. Pra, nuk është se ligje i kemi të këqija në kuptimin asaj. Ligjet janë të avancuara dhe mirë po, është rregull ku një legje që nuk gjen zbatim në një shoqëri ose në një shtet, duhet të adaptohet ligji. Dhe në raport me këta po e them për shembull se një personit i konfiskohet arma automatike dhe i kthehet në xhob. Pra ligji, me sa unë e di që
Po nëse gjendet një armë automatike, armë me zjarrit ose armë beftarake, dënimi do të jetë deri në 3 vjet. Ndër vite shpesh viktimat kanë qenë gra. Nga viti 2010 deri në mars të vitit 2025, në Kosovë janë vrarë 59 gra. Eksperti i sigurisë Avni Islami thotë se shteti duhet të aplikojë metodë të re për trajtimin e armëve pa leje në duart e kosovarëve. Dhe të trajnohen secili individi që dëshiron ta ketë një armë rekreative, sportive që konsiderohen, ndërsa armë beftarake, si është Kalashnikove dhe armë të cilat nuk lejohen që të jenë në përdorim të duarve të qytetarëve të Republikës Kosovës, ato armë të dorëzohen. Psikologja Antigona Qenaj thotë se me përjashtim të vrasjeve në afekt, personat me dispozita për të qenë të dhunshëm shfaqin simptoma. Që janë sjellje kryesisht të dhunshme ose vështirësi me menaxhimin e emocioneve, shpërthime emocionale, do të thonë nuk ndodh paprit. Këtu ndikon edhe abuzimi me substanca. Si pasoj, familja ka rolin esencial për adresimin e sjelljeve të personit. Institucionet tjera ndihmojnë shumë, por nëse kemi një familje e cila nuk po e kryen rolin e saj si duhet, do të thonë nëse familja hesht, ajo po e mbështet edhe me heshtjen e saj. Ndërkaq, në vitin 2023, në Kosovë janë regjistruar 29 vrasje.